Gruaja shqiptare e pushtuar nga gjindët. Çfarë janë gjindët? Le të flasim tani për gjindët sepse shumë i ngatërrojnë me fantazma ose qenie të tjera. Gjindët është një fjalë arabe, gjin, dhe vjen që nga kultura pre-islamike, pra shumë e vjetër. Tregohet që vijnë nga hieroglifet, pra si fjalë, ose vijnë nga Egjipti i lashtë. Megjithatë nuk dihet, por ajo që është e qartë është që ishte përpara viteve 600, pra dhe në Kuran dhe në libra të tjerë, pra në librat e shenjtë, edhe në atë në Biblën e lashtë, tregohet për këta gjinët. Unë nuk dua të përqendrohem se ku është shkruar për herë të parë, por dua të përqendrohem se çfarë janë gjinët. Atëherë, në të gjitha besimet fetare, gjinët janë qenie që janë krijuar nga Zoti. Nga Zoti që i ka krijuar nga flaka, por pa tym, pra janë të padukshëm. Është e njëjta gjë parafërsisht në krishtërim që quhet genio ose gjeni. Pra gjeni sepse është, e keni parë atë filmin ai Hajduti Bagdatit, Dhe tek Hajduti Bagdatit, po ta shikoni, ai liron pra nga një shishe gjinin, ose më mirë gjeniun. Pikërisht pra, sepse është një, si mund quhet, një energji, një avull, pra një diçka që nuk duket, por ata e kanë personalizuar në për librat e shenjtë, ose më vonë edhe në për librat që janë bërë pasaj filma, e kanë personalizuar që të kuptohet personazhi, por shumë pak e kanë kuptuar që personazhi nuk është siç është njeriu, por është ajër. Dhe, siç ju thash, është krijuar nga zjarri, ose më mirë nga ajri, që do të thotë me pak fjalë Zoti e ka krijuar si ëngjëll. Në fakt, në disa besime fetare, tregohet që Zoti krijoi një pafundësi qeniesh, pra qoftë në formën e njeriut, por edhe të padukshme. Dhe pyetja është kjo, a ekzistojnë për ju, a ekzistojnë këto gjinët, pra këto qenjet e padukshme, sipas jush? Dhe tani do të tregoj historinë e një gruaje shqiptare. Ka ndodhur para pak viteve, pra jo shumë larg, gruaja shqiptare, me një fjalë, njëri nga familja saj më kishte shkruar. Dhe po flasim këtu nga viti 2012-2013. Sa po kishte filluar emisioni Enigma, si duket bëri buj dhe më kontaktoi një zotëri. Zotëria në fjalë është ka qenë një oficer, dhe ishte në atë kohë, ishte oficer, tani ka dalë në pension, mos gaboj para 6 viteve, dhe pra një njeri i një moshe të caktuar, ku fjalën e parë që më tha, kur më foli, sepse më kishte shkruar në faqen në Facebook, në Messenger, dhe e mora në telefon. E mora unë, pra e mora në telefonin që më kishte lënë. Dhe fjalën e parë që më tha, Nadir, tha. O Nadir Mura, tha, vetëm kështu, o Nadir Mura. Unë tha, jam nga Elbasani, nuk doja t'ja u thoshja, pa, hajde. Unë tha, nejse, unë jam nga Elbasani, tha, dhe jam ky më tregoj se kush ishte. Tani tha, dua të tregoj, tha, unë jetoj në Tiranë, tha, por kam një problem, tha, që dua të takoj nga afër. I tha, shikoj, thash, unë jam në punë, i tregova, takojmë, tha, unë vi kur të duash ti. U takuam pas ditës, sapo kishte mbaruar drekën, me një fjalë dhe ne mbaruam drekën, dhe u takuam në një bar aty pranë Digitalbit. Dhe kemi folur rreth një orë. Gjën që më tha ishte kjo. Motra e saj nuk ishte e martuar. Ishte 37 vjeçe në atë kohë. Dhe ajo me pak fjalë rrinte gjithmonë në vetmi, po mbyllej gjithmonë në vetmi, si thoshte ky, me kalimin e kohës thoshte nuk mundej askush, sepse të gjithë ne jemi të martuar. Vetëm ajo nuk u martua. Ajo donte një djalë që kur ishte e rrethur, por nuk donte të martohente sepse ai donte një tjetër, e tradhtoi etj. Ajo e kishte mendjen gjithmonë atje, si përfundim e mbylli dhe nuk do që të martohet, nuk do të njoh asnjë. Jemi munduar, tha, që të njohim në një mashkull etj. Asgjë. Dhe ajo çdo natë ulej përpara krevatit dhe fillonte dhe bënte ritin. Është e ritit musliman.
dhe filloi që të bënte rite. 1 herë, 2 herë, 5 herë. Dhe në një moment të caktuar filloi që të kishte të mos ishte ajo, ishte ndryshe. Dhe filloi që të fliste, kur i flisnim ne ndonjëherë kur bërtiste, pra kur kishte atë momentin e urrejtjes, jo urrejtje, por që zihesh me dikë, ajo fliste në arabisht. Dhe kjo gjitha ushtua me kalimin e kohës. Nuk kemi lënë vënda na dirmora pa shkuar. Shkuam tek hoxhallarët, nuk lam vend. Kam shkuar dhe në Greqi, kam shkuar në Itali, kam shkuar në çdo vend. Pra edhe tek psikolog, sepse na kanë thënë bileta, një psikolog më tha që nuk është një problem i madh. Kësaj mund t'i kaloj me kohën, por mos bëni gabim që ta çonin në një psikiatri sepse do bëhet më keq, i tha psikologu. Dhe unë ashtu bëra ta mbanim në shtëpi, mirë po ajo me sa po shoh unë është gjithmonë dhe po agravohet, me fjalë po bëhet më keq. E pyeta sepse ky është thelbi i bisedës, e pyeta se çfarë bënte kjo grua, se tashmë ishte grua, 36 vjeç, 7 vjeç. Ajo flet në arabisht. Dhe ne çfarë bëm? Shkuam tek një në Maqedoni, tek njëri që flet arabisht, një hoxh që flet arabisht dhe di mirë, dhe ajo flet perfekte gjuhën arabe, gjë që nuk e dinte. Pra si është e mundur që të flasi një gjuhë që nuk e dinte, nga e mësoi ajo këtë gjuhë. Dhe ai ky hoxha na tha që ka xhinin brenda. Dhe hoxha thoshte që fliste me xhinin, nuk fliste me vajzë, me të motrën. Kur fliste me atë, ai i thoshte, pra brenda saj, me zërin e saj, i thoshte se kush ishte, sa i vjetër ishte, dhe thoshte që ishte jemi në shekullin e 6 para erëson. Me një fjalë, kjo doli si bised, teksa fliste me këtë komunikonte, me vajzën, ky xhini i thoshte, duke ajo ulur, si thoshte ky, i vllai ulur në stol, dhe ky që i rinte përpara, pra ky hoxha, dhe e nxiste që të fliste, dhe ajo i fliste, por i fliste me zë tjetër, dhe i thriste në emër të tij, pra të xhinit, jo të kësaj. Ma tha dhe emrin, një emër i çuditshëm, si arab kështu, dhe tregonte për disa pjesë të historista që nuk ishin shkruar as në libra. Ju dini për në libra këtë, dhe thoshte, por nuk është kështu, historia është kështu, i tregonte. Me një fjalë, sikur tallej me të. Ti nuk mund të më nxjerrësh mua që këtu, pra nga kjo, sepse kjo është shtëpia ime, i thoshte xhini. Pra shtëpia ime, trupi kësaj vajze. Unë nuk dia shti thoshja, sepse nuk është puna ime, unë doja që ta ndihmoja. Në fakt, i dhash një kontakt të një zotërie që nuk është di mirë arabishten, ka qenë në Arabi, nuk është në me një fjalë ishte i besimit islam, por nuk është hoxh e tjerë, dhe i dhash këtë sepse është shumë i informuar, dhe i dhash këtij, është i diplomuar zotëria, dhe i dhash këtë numrin e tij, shiko, thash se ai mund të di dhe më shumë. Ja dhash numrin, si përfundim ai tha ku do ta çoni, dhe me sa e mora vesh unë më vonë, ma tha ky shoku im, e kishte çuar në një vend afër Mekës, diçka e tillë, një gjë e tillë. Dhe pas 3 herësh që kishin shkuar atje, nuk di se te kush, ai i paskish nxjerr kësaj nga goja diçka. Me një fjalë, duke bërë ato rritet e tij, ai në arabisht që i fliste, bënte etj, teksa bënte këto, i kishte nxjerr diçka të zezë nga goja. Nëse keni vënë re, në disa nga këto rritet, ka disa që teksa bëjnë rrite nxjerrin diçka dhe hedhin në ujë. E njëjta gjë dhe ky. Nxori diçka nga goja që hodhi në ujë. Ky thoshte që është si tip vreri, po vreri i zi. Më tha ky shoku, sepse me të vllajën e saj nuk fola më. Doja që të kuptoja në radhë të parë, sepse dhe për mua këto janë gjëra që nuk i kisha hasur më përpara, them të vërtetën, dhe doja që ta diskutoja me ju, se ndoshta mes nesh mund të ketë edhe të tjera raste që unë do të dëshiroja shumë. Pra, në qoftë se dikush nga ju ka raste të tilla ose ka dëgjuar, edhe sikur ta ke dëgjuar, le ta diskutojmë këtu, do t'ju lutesha të shkruani, sepse jam
në fakt në këtë periudhë në kërkim të kësaj dileme dhe dua që të mbledh sa më shumë informacione për të kryer një dokumentar me një fjalë internacional, jo dokumentar kështu si këta që bëjmë këtu në video, si ata dokumentar që po bëjmë ne këtu në Itali, nëse keni parë ndonjë, dhe dua ta bëj në anglisht. U fola dhe me këta, me produksionin këtu dhe janë dakord, u pëlqen shumë si ide, sepse këtu ka humbur, në Itali ka humbur si histori. Me një fjalë, edhe nëse ka sot, ka shumë rrallë dhe nuk din t'japin një shpjegim. Kurse në vendet, për shembull trojet shqiptare apo vendet në disa vende, edhe në Azi, nga këto vendet, ekzistojnë akoma. Dhe unë dua që të kuptoj. Në fundi dua që të kuptoj. Kështu që në radhë të parë do dëshiroja një koment nga ju për këtë temë, nëse keni raste të tjera, nëse njihni raste të tjera, do t'ju lutesha të më shkruani dhe unë do t'ju përgjigjem të gjithëve këtu. Dhe çfarë mendimi keni dhe ju? Sepse sa më shumë informacione, pra nuk ju kushton asgjë një koment. Çfarë mendimi keni për këtë? Ju si e komentoni? Përveç informacioneve që kemi, sepse ka pafund informacione, po unë do dëshiroja nga ju. Ju falenderoj që jemi për herë bashkë, sinqerisht. Hajde, kalofshi bukur.